Byrek me oriz me petë të pjekura. Orizi po ftohet aty në dëborë, ftohet me një herë, edhe Eva me Katerinën po përgatisin tani petët që i poqen, që u atregohat te video e parë, edhe si të shikoni po i vendosin kështu me radhë, edhe që ti nxërë tepsiat jenë tamam duhet që ti presin anëve me thikë, edhe po u vendosin orizin nga lartë, vaj, oriz, të gjitha me radhë, edhe petët nga lartë. Në fund fare do t'i vën një petë të njomët, do me thënë që nuk e kanë të thekur, edhe do t'a mbledhin kështu bukuro. Ky byreku shtrohet me duar, shtrohet pa dorashka, për ata që do thonë që po me dorashka me ashtu me kështu, edhe juve mamaja e gjyshja ashtu u ka rritur, duke gatuar byrekra pa dorashka në përduar, nda ju keqenina juve, rueni komentet negative, edhe ky byrek shoqërohet me lukanika, si që thashë, dasmorët janë akoma në fshat, nuk kanë ikur, edhe po u përgatitin byrek me oriz, edhe me lukanika shoqërohet, si shikoni byreku shtrohet pet, me vaj, me oriz është i zier më përpara, edhe delo njerë, mos e pyesni, vetëm që s'jam atje. Po përgatisin kafe për të gjithë, se u mblodhën tani të gjithë aty për të ngrënë e për të pirë, edhe për të llafosur për dasmën, si kaluan, çu pëlqeu, çfarë nuk u pëlqeu, i dini tani të gjitha juve këto, pas dasme, se si janë këto thashe thëmet. Po presin edhe byrekun tani, edhe lukanikat, o zot, unë që jam kaq larg edhe vetëm rrie për shkruaj, që më shikojnë syt mua. Edhe juve bashkë me mua. Të kaloni bukur, ciao.